Berisha në takimin me Departamentin e Çështjeve Sociale. Akuzë e rëndë ndaj Ramës për varfërimin e shqiptarëve dhe boshatisjen e vendit. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha gjatë një takimi në Selim Blu me Departamentin e Çështjeve Sociale, hodhi akuza të rënda ndaj kryeministrit Edi Rama. Ai e akuzoi kryeministrin se jo vetëm i ka varfëruar shqiptarët, por ka boshatisur Shqipërinë me mbi 1 milion emigrant, një situatë që e krahasoi me projektet serbe për boshatisjen e Kosovës. Berisha deklaroi se Rama po plaçkit portin e Durrësit, ndërsa nuk kurseu as anëtarët e kabinetit qeveritar dhe zyrtarët e lartë, të cilët sipas tij janë ignorant dhe me diploma false. Kryedemokrati solli një shembull që sipas tij shpjegon ligjin e vetëm që njeh pushteti aktual së bashku me oligarkët përreth tij, atë të plaçkitjes së pasurive. Ky shembull ishte porti i Durrësit. Është vendosur një sistem që të mirat dhe pasuritë publike i shndërron në pasuri të grupeve të vogla dhe ua plaçkit qytetarëve. Do të ndalem vetëm në një shembull dhe nuk do ta harroja kurrë. Porti i Durrësit si vepër publike është sot pasuria numër 1, në vlerë edhe më të madhe se kaskadat e Drinit. Ajo zhduket para syve tanë në mënyrën më të paimagjinueshme. Del një arab nga deti dhe thot se do të ndërtoj Dubajin e 1001 netëve me Edi Ramën. Vetëm trualli është një 2 milion metra katror, pa llogaritur të gjithë investimin mira vjeçar të shqiptarëve në hyrjen e portit, kanale, kalata e kështu me radhë. Ky tani zhduket do të ndërtoj një port tjetër, zhduket se do të ndërtohen 12.000 apartamentet e Dubajit të 1001 netëve të Ramës, hotele, resorte tha lideri i opozitës. Duke vijuar, Berisha e cilësoi këtë si një akt të ngjashëm me pushtimin, ndërsa porti i ri sipas tij do të ndërtohet përsëri me paratë e taksapaguesve shqiptar. Por të lësh një port mira vjeçar, ta grabisësh me këto vlera dhe ta zëvendësosh me një port 6 herë më të vogël, dhe tua shesësh shqiptarëve portin më të madh të rajonit, ndërkohë që Porto Romano është 50 herë më i vogël se Pireu, Selaniku e kështu me radhë, do të thotë të tallesh dhe të injorosh si pushtues qytetarët e këtij vendi. Dhe këtë port të ri do ta ndërtojnë dhe paguajnë përsëri taksapaguesit shqiptar, ata që numërojnë kafshatën, shtoi Berisha.